sidomos gjithë zemanin ton, kërtisën që, ka ardhë prej Antalis, ka ardhë prej Durrësit, ka ardhë prej Ulqinit, e ka marrë bojën e çokoladës, po bëhet cullaka atje, e po të mëndaj këtë cullaka festivalin në Raven, ajo tërbije islame s'ka. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy grupe insan s'ka mi pa ditën e kiametit në xhenet, edhe ajrën s'kan njani xhenetit, edhe pse era e xhenetit nihet 40 vjet sa islam, erën njanish ata s'kan me nije. Një popull që mshon popullin e bon azar me kërbaqa me të vjuna në kënina, edhe do femnat e cilat janë dëveshme, o gjveshme, faktikisht janë vesh që shdokën ma betira në kënina, kur erën e xhenetit s'kan me nije. O vllazër, këshirni fukarat, këshirni jetimat, edukoni evlat. كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka thonë sahabëve, mësoni u evlatëve t'juj 3 gjona, mësoni u evlatëve t'juj 3 gjona, me dash pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me dash familjen e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe me lexu Kur'an. Wallahi o vllazër, me keqardhje po them se nuk e di gjendjen situatën e juaj sa duhet. Allah i na përmirësot krejtve, ama çështja mësojmë nësë djemë me evlatëve tonë Kur'anin, përveç dim me lexuar Kur'an. عهدتكم أنتم بقايا يا ربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. عهدتكم أنتم بقايا يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Të nderuar musliman, të nderuar vllazërit të tonë, pasi që na qiti Zoti Gjallëshanu në këtë vend të kju këtu, e që me hoxha nga ju i një fëmin tash e 25 vjetë më tepër, unë sot një mësafir për herë të parë në fshatin e ju jem. Çdo herë, ne hoxhëllarët ja kallëzojmë hallin e muslimanëve, ose bëjmë ankesa që shimi bënë të kemi bënë, ose të një rritë moralin, ku jemi sa mirë jemi, tek jemi. Unë ka një herë me gjematin ku punoj unë, ju thonë, ju mës në qyrë neve shumë që ka po kallëzojmë, a u knaqëm as u knaqëm, por ju këshyrë shka po bjerëni e ku kini me qumë. Kur shkojsh me blej në dyqan, në market, supermarket, blej që mushish me lona, e ku peqon? Që në vlatë me të shpia. Edhe në gjamia, ka ardhë me marë. Shumë kush e thot në ka knaq hoxha, është ka të regu hoxha, në ka knaq hoxha,
e sidomos këne ka ju kustojnë së nga ka knoqë, gjithë ju thoni nga ka knoqë. Jo, ju që ka po mirë një në gjami edhe ku peqoni. E unë personalisht, pak sa do t'jem me juve, ndoshta ma i rept. E jam mësafir, edhe me koni rept, në s'kini shka me po, mësafirin, së në rani. Unë jem prej Prizrenit, prej Kosovës, prej shtetit ri. Qka ki me marë në gjami edhe ku me quë? Këto gjamia nuk jenë bo, si kur që i kemi bo tash, me i shikua, valla, mashallah. Rahaveni që ka gjami të. Jo, kështu se kore me. Hoxha ju ka kalzuar, këtë i dini këtë tonë. Gjamiat e muslimanëve janë kanë të thjeshta, po janë kanë plot me ibadet gjimë. Tash gjamiat e muslimanëve ka një kohë lik, gjamiat e muslimanëve plot e shumë të mira, mashallah, po me këshirë muslimanë, por ato gjamiat gjumon, as gjumon Suratul Kahf se kanë lexuar. Sa keq. Shka ka bo gjumon? Shka ka bo? Ka bo gjumon, shka ka bo tajtër. Shka ka bo tajtër, ka bo të mërkurën. Po quë, pi duhan, bënë të raqëllet, pi. Ardhë vakti jajtë për shkep që atje. Së njafton kja, së është. Sidomos gjumoja që ka disa regula, disa parime pak sa më të forta. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në gjumon pregatitja ma herë, pastrimi, veshja rrobat e pastërta, lexumja Suratul Kahf, dhënia e sadakës, në ardhë ma herët në gjami me bon të smi Allahu Gjellë Gjellalu, e ka se vapin, si kur me prej kurban deve. E pak ma vonë, si kur një lop, pak ma vonë, si kur një dash, pak ma vonë, si kur një pull, ma vonë, si një kokërve, ma vonë, hiqë. Ma vonë vjen, inshallah se zgatë hoxha. E që tash hoxha ju i pak një, në ta se zgatë ju i për shumë. Hoxhën këtu e kini, ta se zgatë i shumë, tash një replikë për ja japi hoxhës, pare juve. Pse se zgatë i shumë? Nëse s'ki material nuk e zgatë shumë, si t'ki material zgatë, pse? Po një herë javë të kjeti si, nuk e kjeti zëdim. Një herë javë, dhe një herë javë në shkurë, të se pranaj. Lodhur. E me në gjithë në veqet të në rafë, a i që mundohet edhe lodhër, rrim të rezultati, inshallah o ta'ala. Unë kam qef, edhe një qef qetër ju që jeni qash larë, po kam qef që tu me konë. Si të mundoni, hajde që tu për para, pak ma afë. Ata që vinë ma vonë, e të ullën të vendet e juja, e ju ma më afër me jetë qëtu. Bile sot mësafir më kini, po një sabër ma shumë. Gjamia, shtëpi e Zotit, është vend ku bëhat tërbije muslimani, ku edukohet. Qëfar kemi ndaj Allahu borqë? Qëfar kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam borqë? Qëfar kemi ndaj babës edhe nënës borqë? Qëfar kemi ndaj gruas dhe e vladëve borqë? Qëfar kemi ndaj besimtarve borqë? Ato mësohen në gjami, në shkolla si të sajmë. Se shkollat i kemi akoma laike, të pa fejnë. Shkollat të cilat vallahi në qitën fare. Realitet kjo, në u bom borë. Po inshallah më ledhi mend. Më ledhi mend. Se nuk është të kemi bo në shkollën, jemi bo doktora. Doktor je bo, po namazin s'me falish. Je bo profesor, po nonën se respektojsh. E kështu më radhë. Prandaj gjamia ka shumë sende mrenda në tonë. E që ato shumë sendet, duhet hoxha mi mare mi qitë
mundësi të shosh, e ju me gjemat një të lirë, si arpajgjik të moti që nga të lirë kategori 1, 2, 3, 4, e ku mi qua ato, por ndryshe, as përninja dikush po ankohet prej babës, dikush prej nonës, dikush prej vllatë, dikush prej vajzës, dikush prej gruas, dikush prej burrit, dikush prej këshillit, dikush prej politikës, dikush prej sistemit, dikush. Çka janë gjithë këto ankesa ja Rabi? Ku a defekti i kreta këtyre? Vallahi është dikun. E si ta është dikun, duhet me qenë që të kush e zgjedh këtë problem? Këtë problem e zgjedh dinia. فإن تنازعتم في شيء كتفين konflikte فردوه إلى الله وإلى الرسول شنو الله القرآن çka po thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na sot sonë kemi zgjedh, unë do të jem thash me juve, ndoshta pak sa më i egër, po do të bëni sabër se një herë në xhumë punë madhe. Domethënë do të bëni sabër, pa shifër, mos i mysafir në kemi. Sonë kemi zgjedh problemin, a më pi duhanin a mos më pi. Ku janë gjitë e dishta, shaka hoqë. Që tu së në bezgjerë musliman problemin. A me pi duhan, a me s'me pi duhan. A është halal, a është haram. Që ka ku puna problemi muslimanve? Në të gjërët të cilat jenë ma ulime, minë e dini bëttarure, gjërët të cilat dihën me pejmë dohën, njën gjërët të njotëra. S'kanë të në sheftë ati. El halalu bejinu, el haramu bejinu. Dyja të qarta, si nata me ditën. Mirë po, zgjedhja problemeve është në fejnë tonë. E na kretë po kemi qefë në konë të mirë. Me pyjtë ka një, po, ki qefë në konë shumë i mirë, po. Ja, po, ki qefë në konë shumë i mirë, po. Ja, po, edhe unë po. Ja, rabi, ku ta marim atë bazën materiale, por ku më shtetë në ta, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam të nejtë në sahabët, i ka thonë sahabëve, kush po i merë prej meje 5 këshillat, nasihatët, sepse feja jo në këshill. E dinun nasiha, me këshillua, ka mundësi me këshillua edhe babën edhe nënën, po me edukat, me tërbije, mos më bo tërbije sësë me këshillua palidin. Ata dhe keq me të mo, dhe kanë në zezët babënon me t'i mo, wa in jahadaka ala an tushrike bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Në shirk nuk i bajmë në itaat babës e nënës. Ama në dynja, për punë të dynjas, me konë që me konë, wa sahibuhuma fi dynja ma'rufa. Po në ndaj tyre shumë i sjellshëm, sidomos ti që e falish namazit, duhet në shmirë me barë babën e nënës. E të është cili po ka që e po i mirë, ti i mirë. Bazën ku me marë. Për me bo bukë duhet me pas millë, bazë. Edhe me pas pepsin ku me qitë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush po kini qef me konë ju prej, kush po kini qef me marë prej me 5 këshilla, e kush punon me to bëllat maj miri. Ebu Hurejre, kemi ndëgjuar një Ebu Hurejre, i cili mas shumë të hadiset pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka marë, pak ka nejt me pejgamberin, por shumë Allahu i ka dhonë pasuni mendore, ka majtë mend shumë prej fjallëve të Resulullahit alaihi salatu wasalam, ka thonë, unë ja Resulullah po kam qenë. Atëherë pejgamberit qëto fjallë ka thonë. Ittaqil maharima takun a'bada an-nas. Ruju harameve, je ibadetgjia, adhuruesi, maj miri. Ruju harameve, je ibadetgjia maj miri. Si që ruhësh harameve, e të marish prej halalave, që jo baza kryesore, zotë? Allahu gjatë bazë ka përësit ekstra në Kur'an. Ja ejuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O besimtar, Allahu frik ashtu ai që shpëlim. Allahu shpëlim, jo ti që shta drejt që në rrugë.
Se kretë rrugët janë për xhenem, vetëm një rrugë për xhenem. S'ka shumë rrugë për xhenem, mos harroni. Mos kujtoni që ka një autoban me 100 trapa për xhenem. Ajo rruga e xhenemit është një. Ashtu ka thonë pejgamberi yt edhe jemi. Ka thonë kulluhum finnar, kretë në xhenem illa wahida, vetëm një ka më përshkru. Pra ajo rrugë cila ma ana alejhi wa ashabi. Që rrugë unë që jam në tonë edhe ashabët e mi. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu na me mon që të rrugë. Ruju harameve je ibadetgjia, adhurusi më i mirë. Këshilla pa. Ai që është adhurusi më i mirë, çka bëj duhet ajo që më bërë? Po Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, kretë pejgambert i ka quë, kretë, prej në din Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i ka dërguar për më thonë Allahu, më thonë popullit, a'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Allahu adhuroni, Allahu ibadetoni. Për çka do të thonë me bo ibadet? Se kjo fjalë arab që mi quë urdhnat e Zotit në vend. Ka thonë namazin me falë, bo, kry, zeqatin me dhonë, u kry, Ramazanin ma gjëru, u kry, babenon me respektu, u kry, hakin fukarave me u këthy, u kry, jetimave me u dalë Zot, u kry, edukimin e mlatë me bo, u kry, gruan me nderu, respektu, u kry, që këto të gruja shumë kushi prej primve pleq tonë, s'fajdohen e dhja në knina, po më tregon një shok i ka thonë babaj vetë, shumë bre mirë pa kam qefti me re gruën njerë para me. Janë ato adetë dhe moqë, ma ka baba, që përse me re gruën atë, e qeve kam qefti njerë me re gruën para me. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jo me re gruën, po me edukua. Po pse me edukua, ajo është tërbjesës, ke pa edukuma, ka të një grupi babës vetë që vjen të buri pa edukat, sidomos qëtë zemanin tonë, kërthisën qetë, ka ardhë prej Antalis, ka ardhë prej Durrësit, ka ardhë prej Ulqinit, e ka marrë bojën e Çukullavës, o bojë tullaka atje, e pëtë më najtë dhe tullaka postimare në raven, ajo tërbije islame s'ka. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy grupe insan s'kan me i pa ditën e kiametit në xhenet, edhe ejren s'kan një një xhenetit, edhe pse era e xhenetit njihet 40 vjet sa hezistar, erën e anish ata s'kan me një. Një popull që mshon popullin e bon azar me kërbaqa me këriuna në kënina, edhe do fermet e cilat janë dëveshme o gjveshme, faktikisht janë vesh që shdokën ma betera në kënina, kur erën e xhenetit s'kan me një. Prandaj natën e Mirajit ku ka pejgamberin tokë, ju ka thënë gravet sahabëve dhe veta, jip një sadak sa të mundni, se kum pa popullin e xhehenemit, ma shumë ish prej femrave. Punë ka edukat, vallahi keni obligim, o gjëmat, o vlazni, keni borë. Nuk ka borë që ju i veç, bon gërbete, bon fabrike, bon ato, bon shpit madhe, pallate, airconditione, me klime, mrenda me klime, jashtë me izolime, përfundje, o vlazni, kretë me izolime, me klime, me kretë, ma zdrami e lash, ma indakum yanfadu ma inda Allahi baq. Ato shka e kini nduar ka në sos me mbaru, ato shka e qoni të Allahu kini për gjithmonë. Ku e ki e babën kësë? Ose ti gjyshin e stër gjyshin e stër gjyshin. Ku i kemi që ta dhe na kemi me shku pas tyne? A ke bon sërmin? A ke paluë? A i ke paluë për Allah gjëllë gjëllë? Wallahi s'kemi bon për shumë. E lusim Allahum gjëllë gjëllalu të në uzër. Dhe të vazhdojmë edhe pak. Ju apo ju banoj edhe pak, jo. Se atëherë pra vazhdojmë. Do të marim në gjami në të shumë. Unë dhe të thamë dhe kuj, ti që ka artë në gjami më sëtë. Dhe unë e këmarë prej Prizrenit sëtë. Dhe larë, ashtë rrugë larë, ka shkupi. Edhe po mundohëm me ndreq një punë që është e prishtë. Po mundohëm një që e pi duhanit, me më thonë sot mos e pi. A ka me kanë dikush që shtu disë, sot me thonë që mos ka me pi. Se dikush duhet me të po se vetë me të këshilluar.
Dikush bëhet se vetë me një gjami më falë, dikush me falë gjumon, dikush të femnet me qitë havalën, mbulesën, dikush me lanë duhanin, dikush me kanë burë me mjekër, mon muslimani është me mjekër, e kështu me radhë. Janë do gjonat e cilat hoxhën do të me këshyre, po do kun do të me përmirësua dhe hoxhën. Së da jo mund të kërkon shofer, po nështë ka fëmë marë, që shofer lekin me njëtësia një knine, duhen janë do gjonat që fillani, inshallah keq këptim në skemi. O e buhurejre, mere që të shilën tema, dhe t'jesh adhurusi më i mirë. As po kini qef me kone adhurusi shumë të mirë, vallaj po kemi qef krejtë. E pra e para, rruju haramëve. E për haramët e dini krejtë. Ndash me ditë ma të lajt definicionin për haramin, këshyre ti kustakon në haltit me të preke dhe ti më së preke. Ndash me ditë kjo definicionin. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karita an yutali alayka an-nas. Cili është harami? Që ajo që për gilikicën në shpirt. Po të shohin halkin. Paseri ka njerë të pihet duhan, për një hoqë me mjekë rani kënjene u ta kam në ajtë për vitë se për më shtekri. Jetë o ditë që si jetë o bëmirë dhe ditë. Ama shka me të, Allah i në uzot, inshallah se të zot i alargon hoqës ju i duhani. Amin. Amin. Thoni amin. Allah i alargon Abdulaziz i duhani. Amin. Inshallah Allah i alargon Abdulaziz i duhani. Amin. Inshallah Allah i alargon Abdulaziz i duhani. Amin. Inshallah mas të jetë gjëmatë i duhani, pa duhani, Allahumma amin. Qëtërën vjetë, kur të vi qëtërën herë rabe, të me thonë inshallah hoqë Abdulazizi në shonë mjekën. Amin. Inshallah Abdulaziz e shonë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amin. Inshallah hoxha ju javën që të vjenë është në mjekët. Allahumma amin. Thoni amin, amin, amin. Allah i kabul dhe bon ja Rabbi. Ja Allah, si të marë për i zartë Zotit për i Prizrenit, njëpë rezultatën këtë gjami, ja Rabbi alamin. Ja Allah, si të kom pas për njërë tonë dhe ja Rabbi marë në këtë qatë, ma plëtso dëshirën tonë dhe ja Rabbi alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. O vlazën musliman, kjo këshilla e parë të rruju një haram. Po e dyta, varda bima qasam Allahu lek të kulli nësë. A jeni të knaqën në Allahu që ka ju ka hëzë? Jo. Që qësh jo? Unë po thamë jo më njëherë. Kutërin, qajtore, në kafe, në dyqon, katërini nimi, që s'ka, që s'po bëma, që s'po fejre, që s'po bëma, që kështu, ankesa kunin, veç ankesa. Jo, nuk o veç ankesa, vëllahi të mirat e Zotit i kemë. Wallahi, 100 herë ma mirë se sahabët po veshim. E po halë, e po ecim, e po flenë, e po rrimë, e po bëjmë se falë. Pejgamberi sahabët i ka qenë 1500 kilometra larg me shkue me bon davet dinin islam me deve. Unë jo të 2 deve e të 3. Një deve 2 vetë, 3 vetë. Ka pas raste në luftat e muslimanëve 18 vetë një deve. Na që tash unë ku marrë prej Prizrenit qëtu. Ama kërën ku marrë 120 kuali kalma, jo një kale një deve, një mangar, një mushë. 120 kual, 140, 160 këtë autobonin, po fshe, edhe o vetë të heqesh në rrugë të Allah. Ku jeni një musliman? A i me një deve 3 vetë, unë e 120 deve vete. Edhe prapë s'ka vërë që, ka një defekt këtu. Mos harroni, një defekt është këtu. Unë e kuptoja defektin, është të na. Të muslimat. Dikush e ka defekin, problemin. Më të vogël, dikush më të madh, ama defekin na kemi. Është i thonë një arabe, një vjaç e bukur, nu'ibu zamanana wa al'aibu fina. Walau nataqa az-zamanu lahajana. Na pëjthëm zemani, marrja, pjaçesin ka bahatin zemani. Jo, defeki marrja o të na, po të kish folë zemani, kish me na qërtu neve, se na kemi problemi.
Unë tash do gjona që do t'i marrë me i kallëzua për Kosovë, jo për të ju. Të ju nuk e di mirë, se moti si më në Macedoni. Po hi baba të shpija, në shpiglet, po hi plakë, pi gjamis, ose po vi pi qashis, as gruës selam aleikum si thot, as djallit selam aleikum si thot, as rejave selam aleikum si thot, as... Ja, po hi ish nahër të lopëta. Po i dha dëkhaltun bujutën, fësëllimu ala ahli, ha urdhën janë në Kur'an. Kur të hini në shpia, jep një selamandarëve të fëmijës. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur ka hini selam aleikum, se cilës grua, selam aleikum e vladëve, selam aleikum fëmijëve. Qa që kemi ngushtuar rrethin, vetëm po di mu ankue, penzijat e vogla, papunësia madhe, gurbeti madhe, ane knina, edhe gurbetgjit që i kemi këtu, gurbetgjina kreti jemi, edhe në Kosovës, edhe Maqedonisë, edhe Shqipërisë, tash gurbetgjit. Wallahi sahabët kemë konë ma gurbetgjit. Ju që keni shku në Itali, në Zvicër, në Hollandë, në Belgjikë, për Evropë me punua, po shkoni tash për disa atë dhe po vini, sahabët e Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam, kanë shku e kanë bo gurbet, jo me pru pare për Mekke, për Medine, po kanë shku në Tashkan, Samarkand, në për botën e Aziz, gurbet me përhap dinin Allahu Gjelle Gjelaluhu, në Istanbul, në Qipro, e jo vetëm sahabët shok, po dhe gratë e tyne. Edhe gratë e sahabëve kanë dalë nga vetë, bashkë në burrat e vetë, e një prej sahabëve gravët, që grua e sahabët pejgamberit, një grua, sot borën e kalë në Qipro. Këprës, Qipro, që është mes Turkisë dhe Greqisë në konflikt. Gurbet, dynjoja është gurbet. Edhe pejgamberi ka thonë, banu gurbet gjithë. Kun fi dunja ka enneke darib, jabanji. Se, vallahi jam jabanji në këtë botë. I bëjmë ja pas 60 vjetë, 70 vjetë, 20-30 vjetë, edhe ja bëjmë dynjans. Për andaj ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, me pas qenë dynjoja në vlerë, sa të krahu i mizës, vlerën, këmetin, qlimin, ma sëfel, kafir e minha shërbet e ma, nuk kish me pi qafiri as me pik ujnë tanë. Po s'ka vlerë, dënjoja s'ka vlerë. Wallahi o vlazër, këto shpijet në vazë zotit, bujutullah, këto palate që këtë nëreqë, kretë kënë milionë. O vlazër, këshyrë një fukarar, këshyrë një jetima, edukoni e vlatë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka thonë sahabeve, mësoni u evlatëve t'juj 3 gjona, mësoni u evlatëve t'juj 3 gjona, me dash pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me dash familjen e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe me lexu Kur'an. Wallahi o vllazër, me keqardhje po them se nuk e di gjendjen situatën e juaj sa duhet. Allah i na përmirësot krejtve, ama qështë jam mësojmë nësë janë me evlatëve tonë Kur'anin, kur veç dim me lexuar Kur'an, që ta në fillim të fjalës tash, sa vetë sot kemi lexuar Suretul Kahf. Sot sa vetë kemi lexuar Suretul Kahf. Zdia të dalim 10 vetë. E para, buju arabave, e dyta, knaqë ma që sa kije. Thuj, alhamdulillah, alhamdulillah. Kër thush, alhamdulillah, Allahin për latërish. Edhe Allah i saher të thëtë robi, alhamdulillah, Allah i thëtë, hamadani abdi, robi më latërish. Mirë, për saher të thush, istakfirullah. Saher të thush, Allahumma rhamni, Allahumma rhamni, Allahumma rzuqni, Allahumma gfirli, Allahu robi të thot, ta fala, ta qoda rizkin, të bona rahmet. O robi zotit, këthe ju Allah. Wallahi o vlazni, jam shumë në gjendje kritike. Ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jam në gjendje kritike, më saroni. Jo kritike haje pia. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni me hangër e me pi, keni me pas sa toni, s'keni ku me qua.
Mirë po kam ju në dynjoja në shpirt. Dynjoja në shpirt. Ku se ka vendin, se dynjoja s'ke këto. Prandaj dhe është mu knaqë ma Allahu që ka dhënë, e Allahu të dërë. E po thëtë në Kur'an, wa im të shkuru, jërdahu lakum, nëse e falenderoni ju Allahu, aja është razi me juve. Nëse e falenderoni. Pra, me qka falenderoj? Me seqde, me namaz, me lexim të Kur'anit, me përfill dhe urdhët Allahu Gjelle Gjelalu, me këthim rrugë Zotit, me evlat, me familje, me reja, me nuse, me mesa, me nipa, me gurbetgji, me kret, e inshallah Zotit ja ushton gajlen e dinit kretve. Allah ja ushton gajlen e dinit. Kërë ju tri qini, e kini babat në kërburbet, në përkërbet. Që tërsen tri tonë s'pëdim, baba, ma biesh mu një zingjir prej Zvicrës. Pa ka me të lirë, një baba ma në zingjirë. Baba, një Nokia, se si di këto shifra, me 6 megabajta. Pa fotografistë më poshë. Baba, shka birjem? O e vladijem, a ke falë namazin? O selam aleikum, o baba, po falëm në gjami për zvakti. O baba, po letoj Kur'anin. O e vladijem, kretë se t'i ka dhënë Zoti, këtë e rrugës Zotit. Kjo fushë e gjanë është të vazën. Allah i në mësër. Po më jaftoj me kaqë se vaktin që më kanë caktuar është pak mëse e kalova, pak. Inshallah dhe hoxha ju i sot e zgaten, pak sa i klas kam e zgatë vitëbën, unë pak e zgatë, edhe ajtë ka zgate, njëherë një javët e tjetë e gatë shumë. Allahu Gjelle Gjelalu u në bëftë tërbije, ja Rabbi. E lusim Allahu Gjelle Shani në këtej neve, me kretë familjet tonë, me farefisi, edhe gjithë umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndinin e Allahu Gjelle Gjelalu si në tahije, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, fjallën më të mirë që jadonë Allahu Gjelle Gjelalu, është fjalla, estagfirullah, 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 prandaj thoni estagfirullah, 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 Në radio Pendimi dëgjoni ligjërata nga hoxhallarët më eminent, Doktor Zekeria Bajrami. O ju besimtar, innema, pa të më dyshi, me siguri, pa dyshim, sot e këndej, alkoholi, bigjozi, e disa lojna që i bënjën ata, janë pun e fliqur e shejtan. Doktor Shepqet Krasniqi. Driton, treja tona, motra dhe mëzrit tonë, po kthehen rrugën e Allahut, po kthehen në natyrshmërinë e vet. Në natyrshmërinë e vet, dhe këtë përsëriti shumë herë, se ai njeri i cili lind, çdo njeri lind në natyrshmërinë e vet, dhe kur kthehet në natyrshmërinë e vet, në atë që ka lind. E pranoj kush e pranoj, e mohoj kush e mohoj. Kjo është e vërtet, se është fjallë Allahut të madhrum. Sadullah Bajrami. O ti filan, sa ku të bajsh me këshirë, dije se ti para me se me këshirë në haram, Allahu të ka shiqu ti. Mazlumi. Kush po e mbron shamin e femnës tonë në islam? Kush po në mbron shamin tonë? Subhaneke ja Rabbi. 3 vajzave në Skenderaj që kini ndëgju o bom histori e o bom prall. E ma herët në OSB, e ma herët në Prizren për shkollave tone, e ma herët në gjimnazin e Prishtines, e ma herët. Ja Rab, kush me mbrojt shamin? Kush me mbrojt shamin? فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما. Irfan Salihu. Nëse pejgamberi alayhi salatu wassalam ta ka mësuar çish me fal namazin sipas mësimeve të pejgamberit tonë. Nëse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thal shumë mjekël,
Nëse pejgamberi alayhi salatu wassalam të mësoj që është mu sjell me gruan dhe evladin tanë, me shokun dhe koqin tanë, me shoqërinë tanë dhe me vllain tanë, cillo që është ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Enes Goga. O populli i Danimarkës dhe o ju perëndimor, na sjellni vetëm një shembull që Muhamedi ka vrarë një njeri. Vetëm një shembull na sjellni. Kënd e ka vrarë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetëm një shembull. Nuk ka.